është bërë shumë serioze kjo çështja mes Iranit dhe Izraelit, e dini pse? Sepse tash janë futur shtetet më janë loje, kupton, Amerika, Rusia, Kina, Korea, NATO, e kështu me radhë, pra janë shtete të forta që janë pozicionuar dikush me Iranin, dikush me Izraelin. Tani edhe neve jemi pozicionu, po ç'ta ksirat kemi ne, mor miq. Ç'ta ksirat kemi ne, më që sa heqin na ndodhin këto, Shqipëria ashtu si më qenë dere hapur, futen hakerat dhe hakojnë dhe bllokojnë faqet e institucioneve më kryesore në Shqipëri. Jo vetëm kaq, po na bllokojnë dhe semaforët, s'po ecim dot. Tani pas kësaj, pasi i bllokuan, nxorën dhe passwordët, nxorën dhe video për t'treguar që jo kemi bllokuar ne. Shikojeni pak. Me thënë drejtën, mua nuk më duket shumë normale që në një shtet sovran të lirë, pjesë të Europës, pjesë e NATO-s, të vinë të futen kaq kollaj kështu, e kupton, nëpër sajtet e institucioneve kryesore, të marrin nxjerrin passworde, e kupton apo jo? Dhe neve sikur, e kupton, ne kemi strehuar disa iranian të opozitës iraniane, i kemi strehuar në Shqipëri për t'treguar që jemi vendi i sigurt, pra mund të rinë rat. Ku i sigurt? Ata futen deri në faqet kryesore të institucioneve. E zot ç'na ka gjetë. Nëse ideja është këtu. Po ju jap një sugjerim, një këshill. Filloni ndërtoni secili nga një bunker se nuk i dihet.